Unë quhem Estela Fiora, jam 22 vjeçe, kam lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e ndjej veten shqiptare, jam shqiptare dhe dua patjetër t'i dal në krah të gjithë shqiptarëve që janë ngritur në shesh atje për të drejtat tona dhe për të gjitha sakrificat që kemi bërë ndër gjithë këto vite. Dhe prandaj ne sot në New York mblidhemi këtu dhe protestojmë dhe kemi mbi 1 muaj që protestojmë për t'u ndalë në mbështetje të gjithë shqiptarëve që kanë vuajtur ndër 35 vite. Ne shikojmë një Shqipëri të vuajtur. Shikojmë shumë studentë që largohen dhe fatkeqësisht nuk i jepet e drejta apo nuk ekziston një sistem ku studentët kanë të drejtën për meritokracia. Patjetër Shqipëria që nuk është ajo që ne shohim në rrjetet sociale, por në moment që ikim në Shqipëri shikojmë në të vërtetë se si është Shqipëria dhe gjendjen në cilën po jetojnë shumë shqiptarë aty, studentë të rinj dhe po ashtu të moshuar, të cilët janë detyruar të largohen nga vendi i tyre për një të ardhmen më të mirë. Dhe prandaj ne jemi ngritur këtu në New York në suport të gjithë pjesëtarëve dhe protestuesve në Tiranë dhe do vazhdojmë të protestojmë në New York dhe në të gjithë Amerikën derisa ne të arrijmë qëllimin tonë dhe të gjitha kërkesat e protestuesve të plotësohen. Faleminderit.